Vllaznia ka marrë një fitore të rëndësishme edhe pse të vuajtur 1-0 përballë Ignatiës kryesuese, mjaftoi goli i Kallakut në pjesën e parë që Kuqiblut të merrin 3 pikë. Për Tranjin Martini ishte fitore e vështirë por e merituar, ndërkohë foli edhe për merkatin e Kuqibluve, ndërsa Tranji Ignatiës kishte kritika për arbitrimin dhe sipas tij rezultati më i drejtë do ishte barazimi. Është patjetër që e meritum edhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë. Pavarësisht se i la me Ignatiës çarkullimin e topit, u rujt në mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum kjo gjë që më gëzon dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhanë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këto ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do dhe nga 20-21-22 presim një lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë një lojtar që na shërben. Sot realisht kishim 5 mungesa. Sigurisht që ndikojnë ekip, por megjithatë për çfarë dhanë çunat në fushë, jam i kënaqur, sigurisht që kishim lojtarë jashtë pozicionit, sepse ishim të detyruar për hir të mungesave, por megjithatë duhet të theksoj pak pjesën e arbitrimit, mendoj që pjesën e parë ndërhyrja që ndërmbrojtësit që nuk merret fare me topin është penallti në favor të Ignatiës dhe pastaj marrja e vendimit për anullimin e golit, pastaj nuk e di, jam pa fjalë. Mendoj që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Sipas asaj si shkoi loja. Rastet ishin sigurisht me pikatore për të dyja, por megjithatë duhet i thuaj elozhe portierit të Vllaznisë me ato 2 pritjet në fund. I lumtur për 3 pikë ishte autori i golit Kallaku. Pavarësisht golit, jam i lumtur për 3 pikë edhe për gjithë situatën që kena kalu, sepse them drejtën në fazën e dytë kemi pas një vështirësi dëmtimesh që jo gjithkusht na ka kuptuar. Dhe jam shumë i lumtur që jemi rikthyer te fitore edhe mendoj që na shërben për të pas një vazhdimsi më të mirë edhe për këtë vit. Po normalisht kundërshtar direkt, kundërshtar vështirë, edhe ato kanë zhvilluar një ndeshje të mirë dhe më shumë siç thash jam i lumtur vetëm për 3 pikët, pastaj analizën e merituar apo jo nuk duhet të jesh shumë kësaj pjese. Me këtë fitore Vllaznia arrin në kotën 33 pikëve, 4 më pak se Ignatia kryesuese.